Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se një ditë duke qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, e pyeti njëri prej të praneshmëve dhe i tha: o i dërguari i Allahut, cilat punë na fusin më së shumti në xhenet? Apo cilat punë i fusin njerëzit në xhenet? Është fjala për besimtarët. E pejgamberi alayhi salatu wassalam u përgjigj shkurt edhe qartë, tha: taqwallah wa husnul khuluq. Ajo që më së shumti i fut besimtarët në xhenet është taqwallah, devotshmëria ndaj Allahut, wa husnul khuluq, edhe morali, akhlaku i mirë. E para, devotshmëria ta rregullon në radhë parë jetën me Zotin, ti rregullon raportet me Krijuesin, sepse takwaja, devotshmëria është me pas frikë Allahun, me pas respekt ndaj Allahut, me pas dashni ndaj Allahut në çdo punë që e bëjmë. Dhe çdo punë që e bëjmë kemi kanë frikën prej Allahut te bareke ve taala, se apo e arrim kënaqësinë e Allahut me atë punë, aruna Zot, mos pe arrim hidhrimin e Allahut. Apo e gëzojmë Allahun me atë punë, apo e hidhrojmë. Andaj njeriu besimtar duhet me qenë i devotshëm. I devotshëm vllazën është ai i cili ka kujdes se çfarë po bën dhe llogarit në ato punë që i bën, se me ato punë po arrin kanë shpërblimin e Allahut, ose i llogarit se me ato punë po arrin edhe dënimin e Allahut, runa Zot. Pra devotshmëria është me punue shkurt me librin e Allahut, me Kur'anin, edhe me hapave të dashurit ton, hapave të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E dyta, morali i mirë është me i trajtu njerëzit në mënyrën më të mirë të mundshme. Me i trajtu njerëzit aq mirë sikur ti qysh dëshiron ata ty me trajtue. Pra me qenë i dobishëm, për njerëzit në përgjithësi, edhe për muslimanët në veçanti.